Fqinjët të nderuarit e mi, krahas së rëndësisë së madhe që i jep Islami, i ka ndarë ato në disa kategori, në 3 kategori kryesore. Fqinji të cilin e ke fqinj, e ke të afërm, pra ka lidhje gjaku, e ke dhe pjesëtar të fesë. Ndaj këtij detyrat janë të shumë fishta. Fqinji të cilën e ke fqinj dhe e ke dhe në të njëjtin besim. Ky është një kategori e dytë, pra nuk e ke gjak ose nuk e ke të afërm. Dhe fqinji të cilin e ke fqinj, të lidh dhe lidhja e gjakut me të, por të ndan besimi. Dhe fqinji të cilin e ke fqinj, nuk të lidh lidhja e gjakut me të, por të ndan dhe besimi. Për sa i përket të parit, përgjegjësia është e 3 fisht. Sepse është haku i të qenit fqinj, haku i të qenit i afërm dhe haku i të qenit në të njëjtin besim. Për sa i përket dytit është i 2 fisht, për sa i përket të tretit, i cili ka fqinjsinë, por ka dhe akrabollogun, por nuk ka fen, i 2 fisht, e për sa i përket thjesht fqinjit me të cilin nuk e ndan të njëjtin besim, është i 1 fisht. Ndaj të gjithëve kemi detyrim.